Ju përshëndes nga edicioni informativ qendror. Në ekranin e Blu Televizion do ta nisim edicionin me zhvillime nga turizmi. Ndërsa Vlora ka çelur zyrtarisht sezonin turistik dhe qyteti është plot me vizitorë vendas dhe të huaj, infrastruktura rrugore mbetet një nga problematikat kryesore. Gjatë një interviste për Blu Televizion, kreu i operatorëve të Jugut Vasil Bedinaj ngriti shqetësimin për punimet në sezon si dhe mungesën e transportit kushtuar turizmit. Ndërsa Vlora ka çelur zyrtarisht sezonin turistik dhe qyteti është mbushur me vizitorë vendas dhe të huaj, infrastruktura rrugore mbetet një nga problematikat kryesore. Në shumë akse të qytetit vijojnë punimet e pambyllura pas zbatimit të projektit të ri të ujësiellësit, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe pakënaqësi si për qytetarët ashtu dhe për turistët. Gjatë një interviste për Blu Televizion, kreu i operatorëve turistik të Jugut ngriti shqetësimin për rrugët e amortizuara dhe segmentet ende të parahabilituara pikërisht në nisje të sezonit veror. Sipas tij, bashkia kishte premtuar që deri në 15 maj punimet ishin mbyllur dhe rrugët të riktheheshin në normalitet, por rehabilitimi është i vonuar në kohë. Jemi mbrapa, jemi shumë mbrapa, kjo për shkak të dimrit duhet ishin riparuar të gjitha rrugët që s'kan lidhjen me ujësiellësin, po dhe ato që kanë lidhjen me ujësiellësin atje ku ka përfunduar ujësiellësi. Grupi i rrugëve apo ndërmarrja e rrugëve duhet të jetë mbas çdo pune tjetër që bëhet. Në rast se hapet një kanal, riparohet defekti, duhet asfaltohet urgjentisht. Nuk duhet të presim që të përfundojë gjithë projekti i ujësiellësit pastaj të fillojmë asfaltin. Ka rrugë që s'kan lidhje me ujësiellësin, po janë të dëmtuara dhe ditën e dieshme kam parë shumë grupe që po punojnë për asfaltim në rrugëve. Një rrugë që është e prishur, që nuk ka lidhje me një projekt të caktuar, duhet që makina me punojësit ta mbush atë kanal, ta mbush atë grop. Rrugët duhet jenë në gjendje optimale gjatë gjithë vitit dhe jo më të presim. Pra ky qytet është një qytet që në dinamikën e vet ka shumë që duhet bërë. Një tjetër pikë dobët për turizmin në Vlorë vijon të mbetet transporti urban. Operatorët turistik theksojnë se mungesa e një shërbimi funksional dhe të organizuar penalizon jo vetëm turistët, por dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Në kulmin e sezonit, lëvizja drejt pikave turistike dhe zonave përreth qytetit mbetet e vështirë për vizitorë që nuk disponojnë mjete private. Është një minus i madh që ne kemi në këtë qytet. Unë kam thënë një shprehje që ne kemi një shtrirje gjeografike të hoteleve apo të sektorit të akomodimit në një distancë 30 km dhe nuk po i japim mundësitë turistëve që zgjedhin Vlorën të qarkullojnë nga një anë në anën tjetër, por i lëm në një hotel, kur i lën në një hotel nuk i jep mundësi të shpenzojë ato që kanë ndërmend të shpenzojë. Pra, sistemi i transportit urban vazhdon që të jetë një minus i madh për qytetin e Vlorës dhe nuk e kanë kuptuar dhe nuk e kuptoj akoma që ndërtojmë aeroporte, po ndërtojmë porte, projekte shumë të mëdha, tunele dhe nuk zgjidhim dot transportin urban që në fund të fundit është një ndërmarrje private. Ndërkohë sektori i lundrimit detar drejt ishullit të Sazanit ka nisur funksionimin normalisht. Kjo linjë sipas operatorëve po menaxhohet në mënyrë korrekte, si nga subjektet private, ashtu dhe nga policia kufitare. Çdo ditë rreth 4 deri në 5.000 turistë vendas dhe të huaj vizitojnë ishullin e Sazanit, një nga destinacionet më të kërkuar të kësaj vere. Por sipas tyre, nëse transporti urban do të funksiononte siç duhet, turistët do të orientoheshin më lehtë edhe drejt siteve arkeologjike dhe atraksioneve kulturore në rrethinat e Vlorës. Sazani po është një sektor që është mbuluar shumë mirë në vitet e fundit për sa i përket tureve ditore me transportin detar. Është hapur Sazani, policia kufitare ka qenë në terren dhe është e mirë organizuar për sigurinë dhe safetyn e gjithë atyre që zgjedhin të bëjnë lundrim. Është një destinacion që ka një numër të konsiderueshëm. Unë e kam thënë dhe vitin e kaluar dhe në 5-6 vitet e fundit që është një numër 4 deri në 5.000 turistë apo qytetarë që zgjedhin lundrimin detar në ditë. Por nuk u japim mundësi të kthejmë transportit urban një turisti që akomodohet. Zona e Radhimës ka po bëhet tashmë zona që ka pjesë më të madhe të akomodimit. Mund të them që janë mbi 2-3.000 dhoma që punojnë në sezon, por të gjithë ata që akomodojnë në këtë hotele nuk e kanë mundësinë të vizitojnë zonën historike, sheshin pavarësia, shëtitoret, bulevardet, lokale të ndryshme, suvenire të ndryshme, nuk u japin mundësinë që të vinë të kalojnë një mbasdite sepse duhen të paguajnë dhe taksin. Duhet të presen dhe në trafik në muajin e pikut. Po të kishim transportin urban, shumë nga këto qarkullime që bëhen me makina individuale do të
ishin të parkuara dhe të përdorin transportin urban, kështu që do të përfitonim edhe ekonomikisht se një turist harxhon më tepër kur qarkullon më tepër, por edhe koha dhe gjithë stresi i trafikut do të ishte më i lehtë. Uroj dhe shpresoj që institucionet që merren me këtë gjë ta zgjidhin përfundimisht, nuk i takon më Vlorës se ketë dy urban të shtrëmbër, kur po i vjen aeroporti, kur po i vjen porti, kur ka qarkullim, rrugë, infrastrukturë shumë më të mirë dhe nuk kemi një transport urban. Për përfaqësuesit e turizmit, kjo do të sillte jo vetëm më shumë lëvizje turistike, por dhe një ndikim të drejt për drejt ekonomik për qytetin dhe bizneset lokale. Do të rikthehemi me aktualitet. Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula ka mbledhur sot operatorët e inspektoriateve rajonale të Vlorës. Në nisje të sezonit veror, Vlora mban një peshë të rëndësishme për mënyrën e funksionimit dhe operimit të inspektoriateve, ndaj problematikave, zgjidhjet dhe mënyra e funksionimit për të qenë më prezent në teren, ka qenë pika kyçe e diskutimeve. Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula ka mbledhur operatorët e inspektoriateve rajonale të Vlorës. Në nisje të sezonit veror, qyteti i Vlorës mban një peshë të rëndësishme për mënyrën e funksionimit si dhe operimit të inspektoriateve. Problematika, zgjidhjet dhe mënyra e funksionimit për të qenë më prezent në teren ka qenë edhe pika kyçe e diskutimeve. Shëndetësia, ushqimi, territori, mjedisi e të tjerë janë ato që kanë peshën edhe më të madhe të përballimit të sezonit. Dashnor Sula në deklaratën edhe për mediat foli për rëndësinë e ndryshimeve që përfshin krijimi i një strukture të posaçme të inspektoriateve. Përfshirë shkrirje në një të IKMT-s dhe IMT-s, ndërsa shtoi se IKMT mbetet plak për Bregdetin, duke pranuar po ashtu edhe problemin e ndërtimeve pa leje, përfshi edhe rastin në qytetin e Sarandës. Për kryeinspektorin Sula, transparenca dhe komunikimi me qytetarët do të pësojnë ndryshime, duke dhënë mundësi të denoncojnë e shprehjen ankesat më lehtë nëpërmjet portalit dhe linjës telefonike. Vlora është me një rëndësi strategjike për turizmin e Shqipërisë, do të thosha është pasaporta shqiptare për të gjithë Europën për sa përket turizmit. Vlora ka një rëndësi jashtëzakonisht të veçantë, pikërisht në këtë moment që çdo turist, çdo qytetar i Bashkimit Evropian, i cili do të vizitojë Vlorën, do duhet të jetë në përmbushje të çdo standardi të pritshmërisë që ato kanë. Që do të thotë, duke filluar nga ushqimi, duke filluar nga farmaceutika, duke filluar nga problematikat e tjera që çdo inspektorat do ketë për detyrë dhe një ngritje një task force të cilët do të realizohet për të bërë të mundur që ne t'i vim në shërbim jo vetëm turistëve tuaj, por edhe qytetarëve kushtuse pra turistëve shqiptarë. Që do të thotë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që çdo inspektor, çdo trup inspektimi do duhet të jetë vigjilente në çdo moment për të bërë të mundur për të parandaluar çdo ndodhi e cila mund të jetë e papërgjithshme, e cila mund të ndikojë në imazhin të Shqipërisë për sa përket në Bashkimin Evropian, që është shumë e rëndësishme, sidomos ushqimi, e theksoj, sidomos ushqimi, duke filluar nga furnizimi, duke filluar nga gjithçka tjetër, që do të thotë që çdo inspektor do të di dhe të monitoroj për gjatë 24 orëve çdo subjekt të tregtimit me shumicë dhe atyre me pakicë apo të shërbimeve në të gjithë vijën bregdetare të restoranteve për të bërë të mundur që të ketë një shërbim cilësor dhe që ne të mbrojmë konsumatorin nga çdo e papritur që mund të ndodhë. Nuk do të kemi tolerancë për asnjë inspektor që shkel ose anashkalon ligjin, tha Sula ndër të tjera. Do të jem shumë i drejt për drejt me median e nderuar të qytetit të Vlorës, po ju garantoj që sa kohë do të jem në krye të inspektoriatit të përgjithshëm dhe të varësisë që kemi inspektoratet qendrore dhe inspektoratet rajonale deri tek inspektori i fundit, ne dhe unë bashkë me gjithë stafin jam i përkushtuar që çfarë do lloj problematike që të ketë, çfarë do lloj rasti që konstatohet shkelje të ligjit, po ju them dhe përsëris, apo të akteve të korrupsionit, do jemi me tolerancën zero. E kemi demonstruar dhe nuk është për të marrë shembull inspektoratet e tjera, qytetet e tjera, por po ju them që në çdo ditë, çfarë do lloj sinjalizimi që kemi për inspektor të cilët abuzojnë me ligjin, ne kemi qenë shumë të qartë në vendimarrjen tonë dhe do jetë toleranca zero. Dhe këtë kam parasysh që edhe po e them qeveria dhe vetë kryeministri Rama vetë personalisht
na ka thënë dhe na ka udhëzuar që do duhet që trupa inspektimit do të jetë në nivelin maksimal. Sigurisht është e vështirë, sigurisht nuk arrit për një ditë, një javë apo një muaj, por jemi në rrugën e duhur. Dhe po ju them që transparenca do të jetë maksimale. Dhe për këtë do ju bëjmë dije të gjithë mediave të qytetit të Vlorës që jo më larg se sa përpara 3 ditësh vetë inspektorati i përgjithshëm me të gjithë udhëzimet që unë kur kam filluar punë kemi ngritur linjat e komunikimit të japim mundësi qytetarëve shqiptar nëpërmjet një portali i cili është ngritur dhe fillon funksionimi javën tjetër, sigurt.gov.al me qëllimin e vetëm që çdo mos jetë vetëm syri një inspektori në terren apo problematikët që ka terreni, por të jetë dhe syri i një qytetari, të 10 qytetarëve, 100 qytetarëve, 1000, 100.000 qytetarëve për t'i informuar. Ju bëjmë dije që përsëri javën tjetër fillon në funksion linja e gjelbërt 0800 pikërisht për të patur mundësinë e sinjalizimit nga ana e qytetarëve për problematikat, qoftë për rastet e inspektorëve, qoftë për rastet të shkelit, qoftë për rastet të abuzimeve, të cilët kjo do ta ndihmojë jashtëzakonisht shumë. Dhe po ju bëjmë dije përsëri për transparencën që ne përpara një jave kemi përfunduar si inspektorati i përgjithshëm në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror të Republikës së Shqipërisë të gjithë indikatorët të rrezikut, pra torse që quhen në gjuhën teknike, të përcjellura tek Akshi dhe po bëhet studimi i tregut dhe shpresoj që brenda 7 ose 8 muajve të përfundojë digitalizimi të gjithë inspektorateve, që do të thotë nuk do të jenë më inspektorët të cilët do të përzjedhin një subjekt se ku do të kryhet inspektimi, por do të jetë sistemi i cili përzjedh në bazë të indikatorëve të rrezikut kush subjekt ka rrezik më të lartë që të inspektohet dhe kjo të rrit transparencën dhe ul korrupsionin. Takimet vijojnë në kuadër të trajnimeve dhe diskutimeve në të gjithë vendin, kryesisht për mbarvajtjen e një sezoni turistik pa probleme. Protesta në kantierin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës ka hyrë sot në ditën e tretë. Ndryshe nga 2 ditët e para, sotone dukeshin të ulura dhe numri pjesëmarrësve i reduktuar. Për Blu Televizion, Selim Paçolli, përgjegjës për disa prej punimeve në aeroport, tha se nënkontraktorët kërkojnë vetëm të vijojnë punën dhe të përfundojnë detyrimet që kanë marrë përsipër. Protesta e nënkontraktorëve në kantierin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës ka hyrë sot në ditën e tretë, ndryshe nga 2 ditët e para. Këtë herë tonet duken më të ulura dhe numri pjesëmarrësve ishte më i reduktuar. Blu Televizion pati mundësinë të fliste me Selim Paçollin, një nga vëllezërit Paçolli, përgjegjës për disa prej punimeve në aeroport, i cili tha se nënkontraktorët kërkojnë vetëm të vijojnë punën dhe të përfundojnë detyrimet që kanë marrë përsipër. Qëllimi i protestës është thjesht që ne shprehim pakënaqësinë bashkë me nënkontraktorët e tonë që kemi këtu, të cilëve është mbyll qasja në kantier. Ne duhet të njoftojmë opinionin publik se ne si Mako Construction nuk jemi nënkontraktor të vijas, ne jemi kontraktor dhe jemi koncesionar direkt me Ministrinë e Transportit dhe me shtetin. Këtu është një alibi pse shteti nuk interferon kur është i detyruar me kontratë. Që çfarë do mosmarrveshje mes koncesionarit, ata duhet të interferojnë ku janë pjesë përbërëse të gjitha segmentet e sigurisë të shtetit dhe të ofrojnë mundësi që ne të zbatojmë punimet e tona, të zbatojmë detyrimet tona kontraktore. Andaj kjo është për të keq kur ne sot shohim këtu njësi speciale, shohim ambulanta, shohim policë të rendit të dytë, shohim policë të cilët mbajnë rendin dhe qetësinë në rrugë dhe çka tjetër. Nëse ne pas me bë shkelje kontraktore, atëherë është e mundur që të jepet e drejta edhe partnerit tjetër, siç është 2O Group, dhe ata të vazhdojnë punimet e veta, rrjedhshëm dhe pa asnjë pengesë fare. Kujt i bën shërbim vija në këtë rast? Kujt? Kjo shihet qartë, shihet hapur që këta njerëz janë shndruar në një mekanizëm të një njeriu këtu i cili thjesht bën punën për veten e vet. Nëse flasim për detyrimet kontraktuale, ne kemi mbaruar vllai dashur. Terminali, shtëpia e zjarfikësve dhe shtëpia e kontrollit ose kulla e kontrollit, si quhet ashtu, pjesë të tjera të doganës ose hapësirat e policisë janë të mbaruara. Ne jemi duke i përfunduar ato dhe është dashur që deri me datën 20 të këtij muaji që të përfundojë të gjitha. Ne jemi duke i pastruar hapësirat e tjera dhe të bëhet kyçja e tyre. Çka kanë ngel aty? Kanë ngel. Nëse keni mbaruar punën, pse kërkoni të vazhdoni punën? Se ju po thoni lutem, jo, duhet të bëhet pranim dorëzimit teknik i hapësirave dhe kjo nuk është bërë akoma. Nuk është. Këtu po nxitohet nga partneri tjetër që të pengoj punimet e tona, mbarimin e punimeve, që të krijojë vetes hapësirë të mbarojë punimet e veta në pistë, të cilat
Në këtë ritëm që ne shohim sot, i shohim, ato punime nuk do të mbarojnë as deri në fund të kushtit kur po pretendohet, sipas zotit e Jupi, një pseudo administrator që është me një prokurë të rrajshme dhe jo ligjore, dëgjova në një prej televizionit, do thotë që ne do të fillojmë punimin dhe operimin e aeroportit në fund të kushtit. Dhe unë ju garantoj këto, para mediave, garantoj qytetarët e Shqipërisë që do të ndodhë. Në këtë ritëm që zhvillohen tani, jo në gusht, pas në fund të shtatorit jo. Nëse nuk interferohet dhe ne do të kërkojmë thjesht çastin që ne të mbarojmë edhe punimet e tyre, se ne jemi investitori kryesor, ne jemi koncesionari vëllai, ne jemi ata të cilët kemi siguruar investimet, ne jemi ata që kemi garantuar investimet, ne jemi ata që kemi garantuar. Këta njerëz paguhen me lekët e Mapu Construction. Dhe në momente her pas here kur ta ngelin pa lek, ta flajnë të bëjnë gjumë, se nuk punojnë dot. Kjo është problemi. Po ndërkohë ju i paguani dhe ata? Po sigurisht. Se ne kemi siguru garancionet bankare, ne kemi siguru garancionet e kredinave dhe leket vinë nga andej. Kjo është një gënjeshtër e tyre e radhës, të cilët janë shndruar në mekanizëm të individët atje dhe pretendojnë që ne na pasken shkaktue dëme. Po mirë, po ku ti morin leket ata që ti kthejnë ato 4 milion euro pra? Nëse ne kemi shkaktuar një dëm, nga ku i morin leket ata që ti paguajnë? Nga ai që investo vet. Ne nëse kemi bërë një dëm, po flas në thojza që nuk është e vërtetë, asgjë nuk argumentohet kjo. Atë janë lekët tona vëllai dashur. Nuk janë lekët e Vias ato. Via nga ku i merr ata lekët? Do t'i merren nga xhepi i kompanisë së zotit Pasolli. Janë afër 49 kontraktorë të cilët çdo ditë vinin dhe mbarojnë punën e veta këtu me dëshmëri dhe me shumë profesionalizëm. Në 2 investimet e deri tanishme janë afër 19 milion euro të cilat janë vendosur, janë të argumentuara përmes transfereve ose transaksioneve bankare. Dhe kjo është ajo që ne pretendojmë që është e drejtë jona, që ne t'i mbrojmë leket e tonë, ne t'i mbrojmë investimet e tona këtu. Dhe ne nuk duam në asnjë mënyrë, asnjë akses, sa për kompanitë dhe në kompanitë e tona këtu që i kemi ne, në kontraktorët tonë, në kompanitë tonë, nuk ka nevojë të asnjë polish këtu. Ne kemi ushtruar një padi mas sigurie për vendimet e tyre që merren në format e tilla, arbitrazhit të quaj, dhe po presim kjo gjykatë ka 5 ditë afat që të merr një mas sigurie dhe neve të na lejohet çasja. Kemi se gjykata do të është e pashmangshme, nëse ka drejtësia duhet të veprojë ashtu. Nuk është i raport që këto gjykata janë kundër nesh dhe kundër nesh, janë kundër normave ligjore, të cilat duhet të aplikohen. Kundër çdo norme ligjore dhe të drejtë këta kanë vepruar deri jashtë. Është e pamundur. Vetëm një çështje vetëm, është e pamundur kur shkalla e parë e gjykatës erëzon vendimin e shkallës të apelit, kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Nuk ndodh askunder në Shqipëri, se katër orëve rrëzohet dhe lihet në fuqi një vendim i cili duhej që të ishte në favor të së drejtës dhe të njihej e drejta e qeverisjes me vijan koncesionarit ose partnerit mazhorant i cili bart 98% të aksioneve. Ne do të vijojmë që të kërkojmë të drejtën për qasje në kantier. Jashtë kamerës, disa prej nën kontraktorëve thanë për Blu Televizion se në bizneset e tyre kanë pasur vizita të papritura nga struktura tatimore dhe krimi ekonomik. Ata dyshojnë se janë identifikuar si pjesëmarrës në protestë dhe se po targetohen nga segmentet të caktuara shtetërore me qëllim dekurajimin e tyre për të vijuar qëndrimin publik pranë kantierit të aeroportit. Ndërkohë Blu Televizion u përpoq të kontaktonte dhe me përfaqësues të shoqërisë koncesionare Via dhe me nën kontraktorin e Dyja Group, i cili vijon punimet në kantier. Përfaqësuesit ju referuan një deklarate publike të shpërndarë në rrjetet sociale, të cilën e cilësuan si shtëruese dhe të mbështetur në dokumentacion. Sipas tyre, situata nuk lidhet me një konflikt politik apo mediatik, por me një çështje të pastër kontraktuale mes Vias dhe Mapco Construction. Në dokumentet e publikuara, Via pretendon se problemi kryesor lidhet me vonesa të konsiderueshme në realizimin e punimeve dhe me mos përmbushje të detyrimeve kontraktuale. Sipas shoqërisë koncesionare, deri më 8 prill 2026 janë evidentuar 429 ditë vonesë, ndërsa dëm vonesat e përllogaritura arrin në 4.290.000 euro, shumë që sipas Vias vijon të akumulohet deri në pranimin provizor të punimeve.
Via sqaron se hyrja në kantier bëhet vetëm përmes procedurave standarde të sigurisë të cilat zbatohen për të gjithë subjektet pa përjashtim. Sipas shoqërisë, këto procedura kanë për qëllim mbrojtjen e kantierit, kontrollin e hyrje-daljeve dhe parandalimin e hyrjes së personave të paautorizuar. Për këtë arsye, sipas Vias, asnjë subjekt nuk mund të hyjë në kantier pa autorizimet përkatëse. Shoqëria koncesionare thekson se aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është një projekt strategjik kombëtar dhe nuk mund të mbahet peng nga vonesat, presioni publik apo tensionet në hyrje të kantierit. Via i bën thirrje Mapkos që çdo pretendim ta ndjek në rrugë ligjore dhe kontraktuare, duke shmangur sipas saj përdorimin e punonjësve dhe nën-kontraktorëve si formë presioni publik. Në Vlorë ka nisur puna për ndarjen e parcelave të plazhit dhe përgatitja e hapësirave publike. Le ta ndjekim bashkë. Rreth 200 çadra pritet të vendosen në Bregdetin e Vlorës, çadra këto të cilat do të jenë falas për qytetarët. Pas çelës zyrtare të sezonit turistik ka nisur puna për ndarjen e parcelave të plazhit, të cilat do të jenë në favor të qytetarëve dhe pushuesve. Sipas informacioneve, deri më tani Bashkia e Vlorës ka përcaktuar 2 hapësira publike për gjatë Bregdetit të Lungomare, ku do të pushohet falas. Në terren ka nisur dhe puna për përgatitjen e këtyre hapësirave publike. Në Vlorë ka nisur puna për përgatitjen e plazheve publike të cilat do të jenë falas në favor të qytetarëve. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, pas shpinës time, po kryen tashmë edhe hapjet e gropave për të vendosur edhe çadrat në gjithë Bregdetin. Gjithashtu janë vendosur tabela sinjalizuese për pushuesit dhe thuhet se në Bregdetin e Vlorës do të ketë rreth 200 çadra të cilat do të vendosen fala për pushuesit në qytet. Sipas informacioneve, bet me dije se hapësirat publike të cilat janë përcaktuar për të pushuar falas janë në një prej tyre përballë Ish Akademisë Marinës, ndërsa tjetra tek Ish Vefa. Në hapësirën publike të Ish Shkollës Marinës do të jenë rreth 80 çadra, ndërsa tek Ish Vefa numri i çadrave do të jetë rreth 120. Do të ketë edhe shërbime të pastrimit të territorit nga punonjës të ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë së Vlorës. Gjithashtu po shikohen mundësitë edhe për krijimin e aty të dusheve. Problem deri më tashmë mbetet mungesa e vërtetësve të plazhit. Praktikisht për këtë vit këto hapësira publike të qytetarëve nuk do të jenë të sigurta për të pushuar. Rikthehemi me zhvillime nga policia. Një iPhone i fshehur në dyshek është gjetur gjatë një kontrolli të befasishëm në institucionin e ekzekutimit të veprave penale të Vlorës. iPhone ka qenë i mbështjellë me një copë të bardhë ndërsa është sekuestruar nga grupi i sigurisë. Në vijim të kontrolleve të befasishme në institucionin e paraburgimit të Vlorës, në drejtimin e drejtuesit të institucionit Edmond Leka, si dhe shefit policisë, por edhe grupit të sigurisë, u evidentua një tjetër rast i posedimit të sendeve të ndaluara. Gjatë kontrollit të ushtruar në mjediset e brendshme në katin e dytë, u konstatua dhe u sekuestrua një aparat celular tip iPhone i fshehur brenda në dyshek. Lidhur me rastin janë kryer tashmë veprimet procedurale, ndërsa është mbajtur edhe proces verbal për bllokimin dhe sekuestrimin e sendeve të bllokuara. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve mbetet e angazhuar në forcimin e sigurisë në institucionet penitenciare, si dhe në goditjen e çdo palishmërie brenda sistemit. Pas një seance gjyqësore që zgjati rreth 7 orë plot, gjykata e Sarandës ka dhënë vendimin për masat e sigurisë ndaj drejtuesit të Komisariatit të Policisë Sarandë dhe 3 inspektorëve të arrestuar në ndryshimet për favorizimin e ndërtimit pa leje të Beach Barit, Copacabana dhe objekteve përreth. Pas një seance gjyqësore që zgjati rreth 7 orë, gjykata e Sarandës ka dhënë vendimin për masat e sigurisë ndaj drejtuesit të Komisariatit të Policisë Sarandë dhe 3 inspektorëve të arrestuar në ndryshimet për favorizimin e ndërtimit pa leje të Beach Barit, Copacabana dhe objekteve të tjera. Gjykata ka caktuar masën arrest në burg 30 ditë ndaj Gëzim Bashlarit dhe Robert Çullajt, ndërsa për Aidin Islamajn dhe Andi Duron u vendos masa arrest në shtëpi. Lidhur me ndërtimin pa leje të Copacabana, është pezulluar nga detyra dhe shefi krimeve në Sarandë Blerim Tafçiu. Prokuroria e përfaqësuar nga prokurore Silvana Belishta dhe Esmeralda Basho kërkoi caktimin e masës arrest me burg për një afat 45 ditor ndaj Gëzim Bashlarit dhe Robert Çullajt, periudhë gjatë së cilës organi i akuzës pritet të paraqes prova shtesë mbi të cilat mbështeten akuzat, ndërkohë për Aidin Islamajn dhe Andi Duron u kërkua masa arrest në shtëpi.
Gjatë zhvillimit të seancës, avokatët mbrojtës kundërshtuan kërkesat e prokurorisë duke argumentuar se arrestimet e klientëve të tyre janë të paligjshme dhe të pambështetura në provat mjaftueshme. Ata kërkuan lirimin e menjëhershëm të 4 drejtuesve të policisë, duke pretenduar se nuk ekzistojnë kushtet ligjore për saktimin e masave shtrënguese të sigurisë. Në sallën e gjyqit kanë dhënë deklarimet e tyre dhe vetë 4 drejtuesit e komisariatit të policisë Sarandë, të cilët kanë mohuar akuzat e ngritura ndaj tyre. Ata janë shprehur para trupës gjykuese se janë të pafajshëm dhe se kanë ushtruar detyrën në përputhje me ligjin. Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari Shkëlzen Liçaj vendosi pranimin e kërkesës së prokurorisë, por duke caktuar masën arrest me burg vetëm 30 ditë ndaj Gëzim Bashlarit dhe Robert Sullajt, ndërsa për Ajdin Islamajn dhe Andi Duron u vendos masë arrest në shtëpi. Shefi i komisariatit Sarandës dhe 3 inspektorët e policisë u arrestuan në ndyshime se kishin marrë rishfet për të lejuar ndërtimin e Beach Barit Copacabana në Sarandë, por dhe të objekteve të tjera pa leje. Prokuroria e Sarandës ka dalë me një njoftim zyrtar për ndalimin e nënkomisarit Edmond Ruçi nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore, i akuzuar për veprën penale korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë. Hetimet e prokurorisë Sarandë për një çështje për prodhimin dhe shitjen e narkotikëve çojnë ndalimin e oficerit të policisë i dyshuar për përfshirje në korrupsion pasiv. Një oficer i policisë gjyqësore në Sarandë, shtetasi me iniciale ER, është ndaluar me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë, i dyshuar për veprën penale korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, parashikuar nga neni 259 fraksion 2 i Kodit Penal. Ndalimi u krye në vijim të hetimeve për procedimin penal numër 305 datë 19/5/2026, i regjistruar për veprën penale të prodhimit dhe shitje narkotikëve, parashikuar nga neni 283 fraksion 2 i Kodit Penal, në ngarkim të shtetasve me iniciale KD dhe AZ, pasi në automjetin drejtuar nga shtetesi AZ u gjetën dhe sekuestruan 24 doza me lëndë të dyshuar narkotike kanabisativa. Këta shtetas u arrestuan në flagrancë dhe hetimet të vijojnë. Gjatë hetimit të këtij rasti lindën dyshime për përfshirje në veprimtari të kundralishme nga oficeri i policisë gjyqësore, që po hetonte rastin në fjalë, pikërisht shtetasi ER. Përjedhoi nga ana e prokurorit të gatshëm u kryen veprime hetimore nga ku rezultuan të dhëna për përfshirjen e oficerit që heton çështjen në veprime të dyshuara korruptive dhe ndaj tij u procedua me urdhër për ndalimin e të dyshuarit për një krim për veprën penale të korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, parashikuar nga neni 259 fraksion 2 i Kodit Penal. Oficeri i policisë gjyqësore është ndaluar nga shërbimet e AMP-s dhe hetimet po vijojnë. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari ka prezantuar masat e policisë së shtetit për mbarvajtjen e sezonit turistik veror 2026, duke vënë theksin të garantimi i sigurisë, menaxhimi i flukseve dhe ofrimi një shërbimi miqësor për turistët që vizitojnë Shqipërinë. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari prezantoi masat e ndërmarra nga Policia e Shtetit dhe strukturat përgjegjëse për mbarvajtjen e sezonit turistik veror 2026, duke vënë theksin te garantimi i sigurisë, menaxhimi i flukseve dhe ofrimi një shërbimi sa më miqësor për turistët që vizitojnë Shqipërinë. Gjatë konferencës periodike për mediat, ministri theksoi se Shqipëria po njeh nga viti në vit rritje të numrit të turistëve nga Europa dhe migjer, çka kërkon masa të posaçme për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në të gjithë territorin. Në këtë kuadër, ka theksuar Ministri i Punëve të Brendshme Lamallari, Policia e Shtetit ka planifikuar shtim të pranisë policore në zona turistike, në plazhe dhe në destinacionet malore, si dhe organizimin e patrullimeve të dedikuara dhe shërbimeve 12 orëshe gjatë periudhës 1 korrik 31 gusht 2026. Njëkohësisht do të ngrihen stacione provizore policore pranë zonave me interes të lartë turistik, konkretisht në Valbon, Theth, Koman, Tale, Gjirin e Lalzit dhe Ksamil, ndërsa do të forcohet kontrolli i trafikut dhe menaxhimi i flukseve në pikat kufitare. Ministri Lamallari nënvizoi gjithashtu përmirësimin e mëtejshëm të procedurave të përpunimit të pasagjerëve në hyrje të vendit, duke evidentuar suksesin e përdorimit të portave elektronike A-Gate në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, që kanë reduktuar ndjeshëm kohën e pritjes. Sipas tij, e njëjta teknologji do të shtrihet edhe në portet e Durrësit dhe Sarandës, me synimin për të lehtësuar procedurat kufitare pa cënuar standardet e sigurisë. Në fokus të masave për sezonin turistik është edhe funksionalizimi plot i njësisë policore detare, e cila do të monitorojë dhe kontrollojë zonat bregdetare më të frekuentuara të vendit. Gjatë konferencës, ministri ndau dhe detaje mbi forcimin e bashkëpunimit me Guardia di Finanza në luftën kundër kultivimit të palejshëm të kanabisit. Nga 1 maj
deri në 31 tetor 2026 janë planifikuar 200 orë fluturimi monitorues, 20 orë më shumë se një vit më parë, ndërsa për herë të parë krahas helikopterëve me sensor të dedikuar do të përdoret dhe një avion i specializuar për identifikimin dhe transmetimin në kohë reale të koordinatave të dyshuara. Sipas ministrit Lamallari, të gjitha këto synojnë jo vetëm garantimin e sigurisë publike, por dhe forcimin e imazhit të Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt, mikpritës dhe modern. Drejtori i përgjithshëm ndërkohë i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka zhvilluar në Sarandë një takim me strukturat e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Vlorë me fokus sigurinë, zbatimin e ligjit dhe rritjen e forcës reaguese të strukturave të policisë. Hita kërkoi që këto struktura të reflektojnë për të ndryshuar situatën dhe perceptimin e qytetarëve ndaj punës së policisë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues madhor Skënder Hita, zhvilloi takim me strukturat e Komisariatit të Policisë Sarandë me fokus sigurinë, zbatimin e ligjit dhe rritjen e forcës reaguese të strukturave vendore të policisë. Gjatë takimit, drejtori i përgjithshëm kërkoi që strukturat e Komisariatit të Policisë Sarandë dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë të reflektojnë menjëherë për të ndryshuar situatën dhe perceptimin e qytetarëve ndaj punës së policisë. Sipas Hitës, është e papranueshme situata në Sarandë, kjo është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, ndaj kërkohet reflektim, përgjegjësi dhe rikthimi i besimit të qytetarëve te policia, cili do që do të mbaj lidhje apo favorizoj grupet kriminale dhe elementet me rrezikshmëri të lartë shoqërore do të përjashtohet nga policia dhe vetë do të merret drejtësia. Strukturat policore duhet të reagojnë me forcë ndaj grupeve kriminale, armbajtjes pa leje, kapjes së shtetasve të kërkuar, trafikut të narkotikëve dhe ndaj çdo aktiviteti kriminal që cënon rendin dhe sigurinë publike. Ndërtimet pa leje në asnjë mënyrë nuk do të lejohen, bashkëpunoni dhe koordinoni veprimet në strukturat e tjera përgjegjëse për mbrojtjen e territorit, ka theksuar Hita. Në fjalën e tij, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka theksuar edhe se siguria në shkolla është prioritet mbi prioritete deri në ditën e fundit të vitit shkollor, teksa kërkohet angazhim maksimal për sigurinë e jetës dhe shëndetit të nxënësve, sigurimi i informacioni me agjentë e policisë kriminale dhe goditjet e atyre që tentojnë të dëmtojnë të ardhmen e vendit. Policia rrugore dhe patrullat e përgjithshme duhet të ushtrojnë kontroll të plotë ndaj shkeljeve që krijojnë kaos në qarkullim, parkimeve të gabuara, automjeteve të modifikuara ndaj çdo palishmërie në rrugë. Forcat e posaçme shqiponja duhet të rrisë prezencën dhe reagimin në teren për goditjen e elementeve kriminal dhe rritjen e sigurisë në qytet. Policia kufitare duhet të jetë më aktive në parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare, kontrollin e kufirit jeshil dhe monitorimin e mjeteve lundruese. Ndërkohë, në prag të sezonit turistik, drejtori i përgjithshëm kërkoi angazhim maksimal nga gjitha strukturat policore për garantimin e rendit, sigurisë dhe ofrimin e një shërbimi profesional ndaj qytetarëve dhe turistëve vendas dhe të huaj. Në përfundim, Hita theksoi se policia e Sarandës duhet të rikthehet në standardet që qytetarët meritojnë përmes profesionalizmit, të reagimit në kohë dhe zbatimit të paanshëm të ligjit. 18 maj, dita ndërkombëtare e muzeve vijon me java e muzeve. Sipas Skënder Spahiu, drejtori i Muzeut të Bashkisë Vlorë, kjo ditë shërben për të rritur komunikimin me qytetarët, që ata të afrohen pra muzeve, por gjithsesi të udhurojnë dhe artefakte apo dokumenta historike që posedojnë. 18 maj është vendosur si dita ndërkombëtare e muzeve, teksa në Shqipëri dhe veçanërisht në Vlorë, java në vazhdim pas kësaj date është përcaktuar si java e muzeve. Skënder Spahiu, drejtuesi i muzeve në Varësi të Bashkisë së Vlorës, thotë se kjo ditë shërben për të rritur komunikimin me qytetarët, që të afrohen më pranë muzeve, por edhe të dhurojnë për të bërë pjesë e tyre, artefakte apo dokumente historike që kanë. Sipas Spahiut, muzetë e qytetit janë me rëndësi pasi aty takon nga afër një pjesë të historisë së vendit. Që nga 18 maj i vitit 1977 është vendosur që kjo datë të jetë një ditë ku muzet e botës dhe pjesë e tyre janë dhe e këtij rrjeti të muzeologjisë janë dhe muzeumet e Shqipërisë dhe të Vlorës, shprehin interesimin, shprehin nga dëshmërinë për të patur një bashkëpunim me publikun, për të shprehur ato problematika që shoqërojnë këtë veprimtari, këto institucione, por njëkohësisht për të bërë thirrje të gjithë njerëzve për objekte të ndryshme që gjenden në shtëpitë e tyre, të dorëzojnë dhe ose të bëjnë pjesë të ekspozimit, të arkivave dhe të fondeve të muzeumeve. Muzeumet e qytetit të Vlorës janë pjesë e rëndësishme, jo vetëm e ruajtjes së traditës, të historisë, të arkeologjisë, por të mirëmbajtjes së tyre dhe të ekspozimit të tyre, demonstrimit të vlerave historike që këto tregojnë përmjet këtyre objekteve, por njëkohësisht janë dhe element i studimeve shkencore për të krijuar atë element të historisë, të autenticitetit, të hershmërisë së banimit këtyre trevave, por njëkohësisht dhe të zhvillimit të shoqërisë, zhvillimet sociale, zhvillimet ekonomike, si një vendbanim i hershëm që është Vlora dhe Shqipëria. Spahiu thotë se java e muzeve është koha kur muzeti hapin dyert për të gjithë, veçanërisht për brezin e ri,
duke prezantuar tek ata historinë, kulturën, traditën, por edhe dëshmi autentike që gjenden brenda tyre. Institucionet e muzeve janë institucione jo fetimprurse, por janë institucione të cilët demonstrojnë këto vlera, i ruajnë, konservojnë, i mirëmbajnë dhe i prezantojnë publikut dhe njëkohësisht është një ditë apo një javë, sipas nismës së qeverisë shqiptare, të cilën muzeumet i hapin dyert për të gjitha kategoritë shoqërore që gjatë gjithë ditëve të vitit, por në këtë momente ne prezantojmë edhe për brezat e rinj, edhe për studentët, edhe për nxënësit e shkollave të mesme dhe të nëntëvjeçare, ato elemente që gjenden dhe ruhen në fondin arkhivor të këtyre institucioneve, të muzeumeve, por duke prezantuar dhe nëpërmjet tyre ato mendim që ata krijojnë pas vizitave në muze, një vizatim, një pikturë, një zgjidhje grafike e mënyrës së ekspozimit, duke patur këtë lloj bashkëpunimi, duke bashkëpunuar dhe me institucionet arsimore. Kemi krijuar dhe elemente si që janë grupet e arkeologëve të rinj, apo grupi i prezantuesve dhe i shpjeguesve të rinj të muzeumeve, të cilat janë një dëshmi e një lidhje të pasgjithshme midis brezave, shkollës, muzeumeve dhe institucioneve tjera të kulturës që ka qyteti Vlorës dhe Megjerë. 18 maj, por edhe java e muzeve shërben sipas Pahiut edhe për të ndërgjegjësuar të gjithë që të afrohen më pranë muzeve dhe siteve arkeologjike. Orët mësimore që zhvillohen në muze i prezantojnë brezat e rinj me këtë pasuri të rrallë që vendi ynë ka. Elementi i rëndësishëm i vizitave dhe i zhvillimit të orëve të mësimit janë muzeet e qytetit, Muzeu Historik dhe Muzeu Etnografik i Vlorës. Në këto janë elemente të prekshëm, gjejmë objekte të cilat janë të dukshme, por kemi edhe elemente të trashëgimisë shpirtërore, të trashëgimisë gojore, siç janë elementet të ndryshëm të këngës labe apo elemente traditës sonë, të mënyrës së të jetuarit, të ato element të arredimit të shtëpisë, të shtrojeve apo të veshjeve tona karakteristike. Dhe ne nëpërmjet këtyre objekteve ne demonstrojmë edhe nëpërmjet thirrjes sonë, tregojmë ato vlera që ruhen në këtë muze për të njohur brezat dhe jo vetëm java, por çdo ditë e vitit është pjesë e dyerve të hapura të muzeumeve që i shërben komunitetit edhe më gjerë vizitorëve që kalojnë pushime të Vlorë, kalimtarëve ditor në Vlorë, apo të gjithë atyre njerëz që janë të interesuar edhe për studime shkencore. Kjo është një javë ku neve prezantojmë, kemi ekspozuar dhe objekte të tjera që gjenden në fondin e muzeve. Kjo është java e dyerve të hapura të muzeumeve, java e prezantimit të këtyre vlerave, është java e ndërgjegjësimit të njerëzve për objektet të cilat ata ruajnë, gjenden. Këtu është vendi për të treguar vlerat e tyre, për të demonstruar vlerat dhe për të përmendur historinë e tyre. Java ndërkombëtare e muzeve është një nismë e qeverisë shqiptare me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit tek qytetarët për të vizituar muzet e vendit. Përmes koncert albumit Ninullat e Natyrës, Qel Ensemble është ngritur mbrëmjen e martë në skenën e teatrit Petro Marko në Vlorë. Një atmosferë intime dhe autentike, publiku vlonjat u udhëhoq në një udhëtim artistik ku muzika popullore e Shqipërisë së Mesme u takua natyrshëm me frymën bashkëkohore. Përmes një koncert albumi Ninullat e Natyrës, Qel Ensemble është ngjitur mbrëmjen e së martës në skenën e Petro Markos, ndërsa dhuroi një mbrëmje të mbushur me ndjesi, elegancë dhe tinguj që burojnë nga vetë shpirti i traditës shqiptare. Në një atmosferë intime dhe autentike, publiku vlonjat u udhëhoq në një udhëtim artistik ku muzika popullore e Shqipërisë së Mesme u takua natyrshëm me frymën bashkëkohore. Koncerti solli disa prej këngëve më elegante dhe romantike të traditës shqiptare, të interpretuara me finesë dhe emocion, duke ruajtur besnikërisht shpirtin e tyre burimor. Mes melodive të buta dhe harmonive të ngrohta, natyra dhe folklori u shndruan në një dialog poetik që preku publikun. Ninullat e Natyrës lindi si një nismë artistike e frymëzuar nga simbolika universale e lules, si metafore bukurisë, kujtesës dhe trashëgimisë shpirtërore. Përmes këtij projekti, Qel Ensemble krijon një urmë së kaluarës dhe të tashmes, duke i sjellë këngët tradicionale pranë dëgjuesit të sotëm me një frymë të re artistike. Në skenë interpretuan vokalistet Irma Gjura, Greta Zani dhe Kamela Islamaj, të cilat përsollën me delikatesë dhe ndjeshmëri këtë univers muzikor të shoqëruar nga një ansambël live që ndërthuri zemrën e folklorit me pulsime moderne. Ndërkohë, koncerti album u ndoq nga spektatorë të shumtë në sallën e Petro Markos. Rrethi 83 ciklistik zhvillohet etapa e tretë Elbasan Vlorë, 149 km. Një garë emocionuese ndërsa fitues është shpallur ciklisti zvicerian
Të njëjtën do të zhvillohet etapa e 4 Vlorë-Llogara Himar Kuç Vlorë. Etapa e 3 e rrethit të 83 ciklistik të Shqipërisë është mbyllur këtë të mërkur me itinerarin Elbasan-Vlorë në një distancë prej rreth 149 kilometrash. Pasi gare të fortë dhe shumë emocionuese, fituesi i etapës u shpall ciklisti zviceran Guillem Haldimani, i cili arriti të marrë edhe vendin e parë vetëm në metrat e fundit të finishit të Vlorë. Pas 3 etapave të zhvilluara deri më tani, renditjen e përgjithshme të rrethit ciklistike kryeson pikërisht Guillem Haldiman, duke konfirmuar edhe formën e tij të shkëlqyer në këtë edicion të garës. Që do japin medaljet, të japin dhe shishen e shampanjës. Today, Guillem Haldiman became the holder of the yellow jersey because he is now in the first position of the general classification. Në fjalën e tij, presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Hanxhaku falenderoi organizatorët dhe vlerësoi faktin që Vlora është pjesë e rëndësishme e këtij aktiviteti sportiv. Në ceremoninë përmbyllëse, ai dhuroi edhe fanellën e verdhë drejtuese së klubit shumë sportësh Elona Hasanaj. Sinqerisht ndjehem jashtëzakonisht mirë, për arsye se është një popull që ka shumë vlera këtu në Vlorë. Megjithëse edhe unë kam lindur në Vlorë. Jam një simpatizant i veçantë i Vlorës dhe në emrin e Federatës Shqiptare të Ciklizmit për të zonjën e shtëpisë, plus fanellës verdhë, plus mirënjohjes që do ta lexoj zonja, është edhe simboli i Vlorës që do ta hapi vetë kryetaria me që na mungon. Më vjen shumë mirë që Xhirua 83 ciklistike përsëri ka një destinacion qytetin ton, një qytet që është ambar dhe ka traditë sporti në të gjitha disiplinat, se jo edhe në ciklizëm. Më vjen mirë që marrin pjesë 18 skuadra nga gjithë bota dhe ekipi kombëtar shqiptar. Më vjen mirë që dhe dita sot ishte shumë e bukur dhe mendoj që dhe gara ka shkuar shumë mirë. Falenderoj dhe presidentin e Federatës Ciklizmit, që është një shtyllë shumë e fortë për një aktivitet me përmasa të tilla. Ndërkohë të njëjtën do të zhvillohet etapa e 4 në itinerarin Vlorë-Llogara Himar Kuç Vlorë. Në edicionin e këtij viti morën pjesë 18 ekipe nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të Europës.